Një shqiptar kur i me të huaj, mëson ati shpirtin e Allegros, si të gëzoj jetën, si t'i bjerë burisë makinës sa më fort. Hajde se bëhet. Zirë nga binarët dhe a i knaqet, mërë merë jetë, vinë me një jetë shumë boring, shumë të trishtuar. Ke suedezë që po vrasin veten, kur vinë në Shqipëri, po, vrasin veten nga mërzia atje në Suedi. Kur vinë në Shqipëri, presin sa shkojnë Suedi. Ju fillon adrenalina, gëzimi për jetë, ndryshojnë komplet opinionin. Dhe më e bukura është që në momentet kur do hikin nga Shqipëria, në ka ndodhur me një mikun ton, a ishte nga këto djemë që ishe dashuruar me një vajzë shqiptare, me një shoqen tonë. Shoqen tonë, them unë, po ishte më shumë shoqe burit se sa imja. Dhe aji ishte shumë i trishtuar ditën që do ikë, se i mbaroj mandatin në ambasadën gjermane. Ishte periuda kur Shqipëria s'kishte viza, në fakt. Dhe qarë mendojnë? Që ke gjithë të trishtin? Tha, sepse do shkojnë në Gjermani, tha, dhe s'kan fusha tenisti, tha, falas qytë, që një paguani ju shqiptarë. Vëndi parajs. Sam, tha, pishina noti falas, tha, ti du të paguaj, tha. Nuk do t'i bje bëris fort, tha, dhe të knaqem, tha. Do filloj me regullat. Qa mendon? Mos mendoj hiq, me thëmë drejtën. Pyetje që bëra. Po pra pikërisht, pra, edhe, domethënë, unë them që shqiptarët në radhë parë i mësojnë të huajt herë si të shajnë Shqip, kur rrinë bashkë. Edhe po t'i shofësh, të huajt që vjen këtu mësojnë herë se si të shajnë, pastaj mësojnë se si nuk tolerohet këmbësori ku kalon ke vijat e bardha, edhe treta pastaj I nësirim nga binarët. E qartë, e kuptova. Dgjoj, po integrojnë, nëse e kam si pyetje këtë, se më pëlqen. Integrojnë, ha? Se unë kam parë ca që kërcenin kështu valle popullore. Ata nuk integrohen, edhe kjo integrimi është një kështu dollik. Se nuk integrohen? Jo, nuk integrohen, sepse ato i kanë shumë të forta traditat e veta, po t'i shikosh filipinezët, jo, e ke shumë gabim. Filipinezët jo. Filipinezët nuk integrohen as në Itali, jo vetëm këtu. Njerë në javë, kanë atë vendin ku takohen, që e kanë bërë dhe si kish, takohen, bëjnë ato adetet e tyre, dhe nuk duan fare të mësojnë nga kultura shqiptare. Një italian nga këta të veriu, po nga këta të pasurit, që ndejti gati 2 vjetë në Shqipëri, vajti në Itali dhe ishte në semafor. Dhe me që ishte koha këshu, ishte në gjamat hapur. Pinte shumë cigare dhe filloj të shkunte jashtë, se ishte mësuar në Shqipëri. Kur aty përballë pana ata italianët e tjerë hapën syt, tha u ambientova me Shqipërinë dhe po mësoja gjërat e këqija. Kemi dhe gjërat mira. Kemi dhe gjërat mira. Albi, mesazh. Mesazhi është shumë i thjeshtë që duhet të jemi paktën të kulturuar në kuptimin e asaj që të buzëqeshur siç janë ata. Unë realisht shkoj në herë vetëm për të parë, domethënë që të përshëndesin, janë më solar, po t'i shohësh gjithë huajt kur shkon atje, domethënë janë edhe të qeshur, ndryshe nga që jemi ne këtu. Por unë mendoj që mesazhi kryesor është që Shqipëria është vend fantastik, me palc shumë të mirë mikpritje, por edhe mesazh tash. Mesazh është eja në Shqipëri edhe mundoheni që të sillni edhe shqiptarët këtu. Okej. Zak?